Kishte përshtatur lokalin për lojë Rafati, gjatë kontrollit ju gjet dhe një sasi kanabis, arrestohet 38 vjeçari. Si rezultat i kontrolleve të ushtruara nga seksioni për hetimin e narkotikëve dhe seksioni për hetimin e krimit në DVP Vlorë për parandalimin dhe goditjen e palishmërisë në fushën e narkotikëve dhe veprimtari të tjera të kundralishme, u arrestua në flagrant shtetasi GR 38 vjeç, banues në Vlorë. Ky shtetas dyshohet se kishte përshtatur lokalin e tij Bar Kafe në lagjen Lef Sallata për organizimin e palishëm të lojrave të fatit, teksa gjatë kontrollit të policisë në ambientet e lokalit u gjetën dhe u sekuestruan një sasi lëndë narkotike e dyshuar si kanabis sativa, si dhe 2 pajisje elektronike të përdorura për lojrat e fatit. Materialet procedurale ju referuan në vimësi prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë për veprime të mëtejshme.